ajo e njëjta gjykat, a dini ju çfarë vendimi solli për deputeten Xhaçka. Do të thënë, edhe krejt është iracionale, edhe krejt është e pabesueshme, edhe ka arrit në atë periudhën ku çdo gjë është e pabesueshme. Edhe sot ju nuk e dini si ta trajtoni këtë. A ta trajtoni si vendim të cilën e ka kërkuar piktori, shkaku se tashti e pa që nuk duhet të shkojë në zgjedhje, se është e rrezikshme për te, se doli me një kandidat. Ishte në fakt e rrezikshme. Po ishte se doli me një kandidate qesharake, që mund që më ndërten rrugë ta gjinte njënën ta binte, edhe do t'ja edhe e pa që këta i dolën me disa kandidat shumë serios, që janë shumë kandidat të mirë edhe shumë serios, edhe e pa që rrezikon, edhe ka tashti një teori që me njerë i ka angazhuar zotrit atje, zonja të vendim që të vazhdoj. Kjo derisa të vi në një situatë. Për thirrje që të lirohet nga burgu, zoti Velia, zoti Rama thot tani duhet ta lironi edhe nga burgu. Po, nuk është e çuditshme edhe atë ta bëj, sepse atje çdo gjë i nështrohet atij, edhe nuk është e çuditshme që ky kur del ka burgu prapë ti nështrohet atij. Nështrohet Ramës. Po, shini, atje nëse nuk i nështrohesh piktorit, atje ti njeri nuk ke kuni farfati. Ti je njeri pa fat, posa që është në pësën, sepse atje ende pësëja drejtohet si pas mendësisë së Enverit. Unë jam partia. Edhe këtë kush nuk e she, kush nuk e vëren, me dërtet, si pas me jetë, duhet këtë në një problem. Ose interesi është aqë i madhe, aqë e verbëron, sa që mos të vërejse atje. Edhe Shqipëria është duke u bërë pronë e kryeministrit. Sepse vendoset për projekte, vendoset për tendere. Shini, gjithë këta fajson. Atje, për shembull, atë që të bëjnë budallas, atë që djegësi i Tiranës është këtuar. Thëtë djegësi i Vlorës, thëtë punon. Ai nuk punon. Ti e shet që nuk punon? Në Tiranë nuk ekziston fare, ai thëtë investim, i rëndësishëm, është investim kapital. E gjithë kjo situatë, po themi, në mënyrë se si qeveriset Shqipëria, krimi është i nivelit la, është edhe kjo si pasojë, edhe kemi vrasje çdo ditë në për edhe makabre. Kishte bërë një koleg joni gazetar Gjoj Malsia një përshkrim dhe më lejoni ta lexoj, po themi orarët e vrasjeve dhe arsyet që ishte bërë, thotë e martë ora 00:50 Vlorë. Aksident një makinë drejtuar nga një person i dheur, shtyp për vdekje djalin 17 vjeç që kthehej nga puna si kamarier me motor. Ora 11:35 Shkodër. Tritol, shënjestër një punonjës